Pas më shumë se 2 dekada shëmbylleje, një nga hapësirat më ikonike të artit pamor në kryeqytet, e themeluar në vitin 1978, i është rikthyer jetës kulturore të Prishtinës. Tash, e njohur si Galeria e Arteve të Prishtinës, dikur ishte vatër e revolucionit artistik dhe piktakim i pionerëve të artit pamor në Kosovë. Kjo hapësirë, e cila që nga projektimi i Pallatit të Rinisë ishte parapar të shërbente si galeri arti për më shumë se 2 dekada, u shfrytëzua për veprimtari të ndryshme biznesore. Tani, Galeria e Arteve e Prishtinës është rihapur pikërisht në vendin ku funksiononte gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta, duke rimarrë rolin e saj si hapësirë kulturore. Rihapja e saj u shënua me ekspozitën Retrosintez, një urë midis së kaluarës së artit pamor dhe të tashmes, duke sjellë krijimtarinë e pionerëve të artit pamor nga Kosova e Shqipëria, që nga vitet e 50-ta. Ndonës se jo të gjithë nga plejada e artisteve themeltar të artit pamor janë përfshirë, pjesë e kësaj ekspozite janë veprat e krijuesve si Adem Kastrati, Agim Çavdarbasha, Daud Berisha, Angel Berisha, Gjelosh Gjokaj, Hamdi Bardhi, Ibrahim Kodra, Kadrush Rama, Muslim Mulliqi, Nusret Salihamidjiqi, Recep Ferri, Svetozar Kamenović dhe Tahir Emra. Kuratori kësaj ekspozite, Zeni Ballazhi, tha se rihapja e galerisë është mirëpritur nga artistët e artit pamor në Kosovë dhe se tani po ekspozohen veprat e gjeneratës së parë të artistëve kosovar. Ka qenë mjaft e mirëseardhur për shkak që në këtë hapësinë këtu, më përpara ka qenë edhe themeluar Galeria e Arteve e Kosovës në vitin 78-79, pikrisht me gjeneratën e parë të arteve të pamorit të Kosovës, gjenerata artit modern të Kosovës, të cilët kanë bërë themelimin e galerisë në atë kohë. Tash rihapja e galerisë në fund vit të 2025 dhe në fillim të 2026 është pikrisht me këtë lloj gjenerate, janë pjesëmarrës në këtë ekspozit 13 krijues apo artistë, të cilët janë gjenerata e parë e artit pamor të Kosovës. Kjo ekspozit është krijuar nga koleksioni privat Orni i Fatlum Halitit dhe Milinda Halitit. Sipas Ballazhit, ky koleksion privat përmbush kushtet e një hapësire muzeale, e cila Kosovës i mungon. Ai thekson se individi ka bërë më shumë se institucionet për të pasur një trashëgimi të artit pamor. Në Kosovë ka edhe koleksionistë privat që kanë bërë blerje të veprave, përveç blerjeve kanë bërë edhe për zgjedhjen e llojit të veprave të cilat ne jemi duke i parë këtë moment. Dhe momentin kur unë zbulova një koleksion mjaft të pasur, që është koleksioni Orni, në krye me Fatlum Halitin, i cili është një koleksionist mjaft interesant, do të thojë në aspektin edhe të përzgjedhjes të veprave, për shkak që janë vepra mjaft cilësore dhe do të thoja që reprezentative të secilit krijues apo artist i cili prezantohet në këtë ekspozit. Kjo është një koleksion i cili prefekon ose do të thoja përmbush kushtet e një hapësire muzeale ose një prezantimi muzeal të cilës Kosovës i mungon. Dhe kur themi këtë Kosovës i mungon, unë mendoj që individi në këtë rast ka bërë shumë më shumë se sa shteti. Unë mendoj që shteti duhet të bëjë shumë më shumë se sa individi në këtë rast. Kamuran Goranci nga Asociacioni i Artistëve Vizual të Kosovës tha se e gjithë kjo u mundësua nga kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Ai kujtoi edhe kohën kur ishte në studime dhe kur galeria e atëhershme shërbente si piktakim për të dhe kolegët e tij si student të artit. Për këtë vepër jashtëzakonisht të madhe për artin ton, po dhe për krejt artistët ton, jo vetëm të Prishtinës, por të gjithë Kosovës, po kjo do të jetë një vepër e mirë edhe për ndërkombëtarizimin e artit ton me vende tjera evropiane dhe më larg.
i shkon një përgëzim gjithsesi kryetarit me gjithë stafin e tij, drejtoreshës kulturës, Sibel Halimit, drejtorit për zhvillim e Kastratit, e të gjithë drejtorit të pallatit, të gjithë kanë qenë një ekip, bashkëpunim edhe me ne, kuptohet me asociacionin e artistëve, që ne kemi qenë gjithmonë afër kësaj ideje. Ka qenë galeria njëjtë, vetëm hyrja ka qenë në Skype atje, po njëjta se kjo është e projektuar me projekt Pallatit Rinis, është projektuar në atë kohë nga arkitekti për galeri. Ka qenë destinimi. Unë kam qenë student, se unë jam gjenerat e para Akademisë Arteve, 73-74. Kjo është hap dikun në 78-ën, po vazhdimisht, derisa kam kryer magjistraturën ato, kemi qenë në gjitha evenimentet që në majtë, jam mbajt në këtë hapësirë. Të lumtur me rihapjen e kësaj galerie janë edhe ardashësit dhe nostalgjikët, si Ismet Potera dhe shumë të tjerë, të cilët po ashtu e kujtojnë këtë hapësirë kulturore që nga vitet e 70-ta. Shumë mirë për herë parë pas që ekspozitin që është hapur edhe më vjen mirë që është një retrospektive këtyne pionierëve të artit në Kosovë dhe po na rikthen edhe një herë në ato ekspozitet paraprake ku këta i kanë hapur dhe kanë dhënë kontributin e shumë të çmuar për artin. Po mirë që është kthyer, shumë mirë që është bërë për shkak se kjo na duhet më tepër. Ky një farë ushqimi shpirtëror për ata edhe pse nuk marrin vesh shumë me artin, po megjithatë shijojmë artin, sikur ata që e krijojnë. Rikthimi i Galerisë së Arteve po konsiderohet akt mirënjohje dhe respekti ndaj brezave të artisteve që në kohë të vështira ruajtën dhe zhvilluan krijimtarinë e tyre. Ekspozita Retrosintez do të qëndrojë hapur deri në fund të muajit janar.